Shumë qytete të Kosovës po përballen sot me gjendje të rënduar si pasojë e përmbytjeve të shkaktuara nga rishjet e shiut. Përmbytje të shumta kanë kapluar fshatrat e komunave të Ravecit, Klinës, Malishevës dhe Pejës, aty ku gjendja dhe dëmët duket se janë më të mëdha. Si pasojë e rishjeve, disa lumen dhe përrejnë të këtyre zonave kanë dalë nga shtretrit e tyre duke shkaktuar përmbytje të zonave të banimit. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka dalë me një paralajmërim shtesë për qytetarët e këtyre zonave, duke thënë se rishjet pritet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Sinjali ka kontaktuar me kryetarët e komunave të Ravecit dhe Klinës, të cilët thanë se gjendja aktuale është më stabile dhe ekipet komunale po bëjnë gjithçka që është e mundur që t'u dalin në ndihmë qytetarëve. Përveç ka rritet niveli edhe shumë, ka edhe vështrim të disa zona faktume, por që jemi faktikisht në teren, jemi kërde që përnëtoj me gjitha kapacitetet. Pak një fragment në një gjendje, po shpresoj që të bjerë këti nivelet për pak. Jeni në pritje, po Lumi Klina kërësisht është fshat në të i një shtari, dhe ndërshik i malë, po gradë, janë komplet dhe shumë, po vërjet në formën pak në pritje nivelet, po shpresoj që shpetit dhe që të thotë sot. Na jemi në teren, unë personalisht jam në teren, që jemi në teren, faktikisht njerë veç me mujtë pëse pas i rujt jetët e njerëzve, por nuk ka shumë, pasaj se me ljotë komisioni që të fillon vlerësimin e dama. Në momentin është vështirë me vlerësu damet. Sigurizije, zakonisht ato zona që gjithmonë janë në risk ma përmbytje, dhe të tonë përfrishët gjitha zona dhe që fshati Pëtërsh, Dugujev, Gravani, dhe më thonë Vaj, Desh, komplet janë ato që janë përgjatë lumejve janë të vëshume, po për me vlerësu situatën edhe damë dhe më thënë pas që të cini situatës dhe të fillon punë në komisionin e vlerësu damë. Sa benezu për momentin, muj me ditë në njerë, kemi në gjumë njerë. Po na me ato sa kemi në i dalëm dinë se kemi dhe për detyrë, po financiarisht po gjosë kemi në atë. Ndërkohë, lezuesit e sinjalit gjatë gjithë ditës kanë dërguar pamje të përmbytjeve në këto qytete, teksa edhe disa pjesë dhe rrugë të kryeqytetit janë bërë të vështirë të kalueshme si pasojë e rreshjeve.